besoj që po, se do të ishte madje unë besoj që do të ishte në të mirë edhe të vetë opozitës nëse e mendojnë ballafaqimin realisht me zotrin Kurti në zgjedhjet e ardhshme. Pa dyshim që nuk përjashtohet mundësia që vendi të shkojë në zgjedhje përsëri. Unë nuk e përjashtoj si mundësi akoma, për shkak se në pikpamjen time zotri Kurti her pas here më zhdukur që nuk është se ka fort interesim që të zgjidh kështu urgjentisht çështjen e presidentit. Ndoshta besoj se në zgjedhjet e ardhshme do të kishte një rezultat akoma më të mirë ose më të madh, le të themi në përqindje, por për tani unë vlerësoj se qytetarët e Kosovës nuk e kanë votuar zotrin Kurti që të zgjedhë edhe presidentin, sepse po të ishte ashtu lëvizja vetëvendosje do të kishte 81 vota, 81 deputet dhe rrjedhimisht 81 vota në Kuvendin e Republikës Kosovës. Në anën tjetër ekziston edhe një skenar tjetër ku vetë zotri Kurti kështu le të themi e gjen një kandidat të pavarur ose që nuk ka qenë me librezë partijake të paktën, sepse